Alba dhe Benita përfshihen në një debat të gjatë dhe shumë të tensionuar, i cili nis nga një situatë e thjeshtë, por që shumë shpejt përshkallëzohet. Alba, e irrituar nga gjendja e ambientit, i drejtohet Benitës me tone të forta dhe i thotë se duhet të shkojë të pastrojë vendin, sepse sipas saj shtëpia është bërë rrëmuj dhe duket si zhulës. Këto fjalë bien rënd dhe krijojnë menjëherë një atmosferë të rënduar. Benita reagon menjëherë. Ajo acarohet nga mënyra se si Alba i flet dhe e merr si fyrje personale, jo thjesht si vërejtje për pastërtinë. Tonet e saj rriten dhe shihet qartë se nuk është e gatshme ta pranojë këtë mënyrë komunikimi. Ajo ndjehet e nënçmuar dhe e trajtuar sikur të ishte më pak e rëndësishme se të tjerët në shtëpi. Debati vazhdon me shkëmbime fjalësh gjithnjë më të ashpra. Alba këmbëngull në qëndrimin e saj, duke thënë se Benita nuk kontribuon mjaftueshëm dhe se gjithmonë lë pas rrëmuj. Ajo shprehet se është lodhur duke parë të njëjtën situatë çdo ditë dhe se dikush duhet ta thotë hapur. Sipas saj, shtëpia është e përbashkët dhe secili duhet të marrë përgjegjësi. Nga ana tjetër, Benita ndihet e sulmuar dhe e akuzuar padrejtësisht. Ajo thotë se nuk pranon urdhra dhe as mënyrën përçmuese me të cilën Alba i flet. Acarimi i saj shtohet dhe fytyra i tregon qartë nervozizmin. Debati nuk mbetet më vetëm te pastrimi, por kalon edhe në çështje personale, ku të dyja nënkuptojnë pakënaqësi të mbledhura prej kohësh. Banorët e tjerë ndalen përreth dhe e ndjekin situatën në heshtje, ndërsa tensioni në dhomë bëhet gjithnjë e më i rëndë. Askush nuk ndërhyn menjëherë, pasi përplasja mes Albës dhe Benitës është e fortë dhe plot emocione. Zërat ngrihen, gjestet bëhen më të ashpra dhe atmosfera ndizet edhe më shumë. Në fund, debati lë pas një ndarje të ftohtë mes të dyjave. Acarimi i Benitës nuk shuhet lehtë, ndërsa Alba qëndron e palkundur në atë që tha. Situata mbetet e tensionuar dhe kjo përplasje shihet si një nga momentet ku marrëdhënia mes Albës dhe